Punimet për rehabilitimin dhe zgjerimin e rrugës Shirok-Zogaj po ecin me ritme të qëndrueshme dhe janë futur tashmë në një fazë të avancuar. Ky aks rrugor, një nga më të rëndësishmit për zhvillimin turistik të zonës liçenore të Shkodrës, po merr formën e një infrastrukture moderne që do të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen e banorëve dhe vizitorëve drejt kufirit me malin e zi. Rruga shumë e bukur duket, shumë e mirë, në të mirën e popullatës Shkodrës është. I lumshin durt aty në që punojnë. A frekuentoni shpesh si zonë? Po, shpesh se ecin bicikletë. Po, për shembull deri në Zallë Bardh, deri tur Shirok. Edhe bana më herë, po marr rall. Kështu që shumë e mirë, i lumshin durt. Rruga është zgjeruar pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj, duke arritur në disa segmente një gjerësi rreth 10 metrash, e cila përfshin 2 kursi qarkullimi dhe një shteg të dedikuar për bicikleta. Aktualisht punimet janë përshëndruar në vendosjen e tubacioneve të ujrave të zeza, në ndërtimin e mureve mbajtëse anësore, si dhe në sistemimin e skarpatave përgjatë të gjithë aksit. Sipas të dhënave nga kompania zbatuese, janë realizuar gati të gjitha gërmimet dhe mbushjet, ndërsa mbi 80% e strukturave mbajtëse janë drejt përfundimit, po ashtu trasea rrugës është e hapur në rreth 90% të gjatësisë, çka ka lehtësuar ndjeshëm qarkullimin dhe gjatë kohës që vazhdojnë punimet. Ky projekt mallor, që realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ka një vlerë investimi prej 4.7 milion eurosh dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Me përfundimin e tij do të sigurohet një rrugë standardeve bashkëkohore, e cila jo vetëm përmirëson ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe bicikletave, por edhe jep një pamje të re gjithë zonës turistike liçenore.